Jemi rikthyer të nderuar miq në Dancing with the Stars Albania. Kemi ende 3 konkurrent në garë që mezi presin të shpërthejnë me emocionet e tyre në pistën e vallëzimit. Janë 3 konkurrentë të fortë me kërcime energjike. I pari prej tyre rendit më shumë se 420.000 ndjekës në Facebook, është autori i sa librave me rekorde shitjesh nëpër panaire dhe librari, është autori i Zemrave të thyera, është autori i sa radhëve për dashurinë e pamundur dhe gjithmonë të pavdekshme, është ai kalorsi i madamave. Është Albatros Rexhaj, të nderuar miq, i cili vjen në këtë edicion të Dancing with the Stars për t'na treguar se do të përmbushë një nga dëshirat e listës së tij të gjatë dhe për t'na treguar se jeta duhet shijuar në çdo formë dhe në çdo dimension të artit. Do të vi me balerinën e tij me Isidën në prezantimin e tyre të parë me një samba. Pas filmit, Albatros Rexhaj dhe Isida në pistën e kërcimit. Jam shumë e lumtur që në 6 vite eksperiencë kam njohur njerëz të rinj. Do të thejë që sërish këtë vit unë kam një partner shumë veçantë, ai është një shkrimtar, ai është Albatros Rexhaj. Përshëndetje të gjithëve, vin nga Prishtina, në Dancing with the Stars vi për shumë arsye. Arsyeja kryesore është ta bëj mamin tim krenare, mami im nuk rron, e që ishte mund të them njeriu më gazbor në të gjithë familjen tonë. Vi në një periudhë shumë të rëndë jetës time, gjithnjë kam lakmuar ata të cilët kërcenin me Isidën. Përballë, si është përballë? Me të majtë. 1. Ajo është pak e ashpër. Gjuri thyer. Është shumë e ashpër, ndaj shumë e egër. Që Isida edhe budallai më i madh mund të kërcej. Nisja është shumë e vështirë, më çorton shumë. Albatros dhe Isida në një samba. Perché ho voglia di far festa, se non importa il trucco e la bellezza in testa. Abbiamo visto il cielo piangerci addosso, perciò balliamo ora che il sole è nostro. Voglio una musica che mi ricorda l'Africa, all'improvviso tutto il mondo cambia pagina. Innamorarsi con la luna nel mare, partire e tornare senza sapere quando, andata senza ritorno, ti seguirei fino in capo al mondo, all'ultimo secondo. Volerei da te, da Milano fino ad Hong Kong, passando per Londra, da Roma fino a Bangkok, cercando te. Anche i muri di questa città mi parlano di te, le parole restano a metà e più aumenta la distanza tra me e te. Giuro questa volta ti vengo a prendere e senza sapere quando. Bravo, Albatros Rexhaj dhe Isida me samba. Vidi, qa kishte? U gëzove shumë apo në një gjë në fund? Për mu ishte shumë rëndësishme kjo. Okej. Ishte shumë rëndësishme kjo. Sa të marrësh pak frymë. Faleminderit atyre që janë lartë. Mitro, ata kanë bërë tifo Niko, gjithkohës. Orti, Young, gjithë. Kanë shok të mirë. Sa të marrësh pak frymë, Albatros, dëgjojmë jurin. Makstari është kjo.
E di që Iliri është gjelos, po kjo është stari. Albatros, urime jërë se shpëtove, qa peshe pas ke majtë njeri. Pas ke eqë shumë. Po, Fredi. Tani, kërcimi ishte i mësuar mirë. Sigurisht, samba është një kërcim i ndezur, sepse këtë kërcimet latine kështu janë përgjithësi. Energjik, ritmik. Duhet pak atë mesin ta Po, lirosh pak. kemë problema dhe Aty... Ma drill burri. Po duhet me drejt ka pak, s'ke qa me bo. Për tjerat, vrejtjet e forta i ka gjithmonë Iliri. Iliri e ka marrë jetën shumë seriozisht sonte, mos na prish shkresin. Po me që e kalove stafetën, okej, Ilir, ke vretje? Unë nuk marrë seriozisht festën, unë marrë seriozisht kërcimin. Ashtu si shtit do merje seriozisht shkrimin. Po pyetja ime për ty është kështu. Ti si Albatros që je, a e ke iden me qa zogu po kërcen ti apo jo? E tregoj që e ka shumë një den. Më duke sigur ti fluturoje nga një anë dhe zogu nga ana tjetër. Është arsyeja pse humbi janë të herë balancin. Okej. Gjatë kërcimit, pati disa momente që thash, po ky Albatrosi, pse nuk e përdor këtë zogun, këtë isidën ashtu si duhet ta përdori Albatrosi vërtet partneren e vetë. Kuptimin, ajo të hudhë këmbën këtu, se do të bëjë spërkatën maksimum. Ti nuk shtrihesh edhe ajo nuk hap këmbët. Se po nuk u shtrive ti, ajo nuk ka se si shyet, ta kupton. I kemi 12 puntata, ajo duhet ta ka ruajmë. mundësi ta bëjë të gjërë, sepse është e përkryer isida për hapje, për... Baleti me hapje bëhet, Ilir, please, lutëm. Do një demonstrim duket nga ty. Unë ka marrë pak putë sot në puntat, që në shohem dot. Se kështu më thanë, s'ke për zbrit nga shkallët, hajde me... Më tha Bledi, regjizori më tha një gjë. Po do ta bëj me isidën një ditë. Po s'ka që pak putë, se balerin pak putë s'kërcejnë. Dhe gjë, shu që duhet ta përdorë shumë me dy fjalë balerinën kur kërcen. Sepse ajo të dha një lloj energjie që është diçka superlative. Ilir, unë jetën time s'kam kërcyja as mramjet maturës time. Edhe nëse ka ndoj personazh që deri në fund do të mësohet kërcej, jam unë ose do të vdesur. Okej. Atëherë, me që... Më kurse ma balerinë. Edhe vipat e tjerë besoj, nuk është se ka ndonjë prejardhje historike prej kërcimit, se përndryshe s'do ishin këtu, apo jo. Kështu që ti barazojmë gjërat dhe ti vejmë në të njëjtën peshore. Isida dhati nuk dhe. Nga ana stilit ishe pak si dobët, e shijove kërcimin sepse ishe në atë botën tënde, si çdo shkrimtar mund tjetë. Dhe kjo është e drejtë që ti t'jesh. Po vetëm duhet na bësh pjesëmarrësh dhe neve. Kaq kisha për të thënë. Okej, Ema. Mua më vjen keq nga njëra anë që njerëzit e letrave paragjykojnë gjuhën e trupit kur duhet ta përdorin, jo kur duhet ta shkruajnë, dhe më vjen shumë mirë që sot kemi dy njerëz letrave këtu. Unë e di që ti ke superuar shumë vetveten, duke të njohur, por natyrisht që publiku do të priste më shumë. E di që u përpoqe shumë dhe që e ke marrë shumë seriozisht. Nuk dëgjoj më? Ti them dhe njëherë fjalët e mira. Faleminderit. E di që e përpjekur shumë dhe këtu sot ti ke superuar vetveten. Dhe në raport me çfarë kam parë unë dhe provat, sot ishte prova jote më e mirë dhe kjo ishte shumë e rëndësishme. Më vjen shumë mirë të po përsëri veten për arsyet e mikrofonit, që njerëzit e letrave kanë filluar të respektojnë dhe ta praktikojnë gjuhën e trupit, sepse kjo do ta shikosh do të ndihmoj shumë si në ritëm mendoj unë, qofse më rën mendja se shkruaj në një çik, si në ritëm si edhe në imazhet e fizikut. Por Albatros, duhet më shumë, për më tepër që ke isidën, si shta Iliri. Unë mendoj nga gjitha dhe që tu thanë, ajo që duhet mash mentir është këshilla në pjesën e parë diskutimit i Ilirit, që ruaj vetën dhe përdor të tjerët. Sidomos ku gjysma jote Besoj që herën tjetër Iliri do të jetë shumë më i kënaqur. Jo për ndonjë arsye tjetër, po unë kam marrë në dancing që të mësohem të kërcej. Se kam dëshirë të kafmoshme që kur shkoj në klub kërcej o burë, jo të rrit. Kështu që ke një fillim të mbarë, Albatros, ke një fillim të mbarë. Edhe kam balerinën më të mirën për i krejtve. Ilirë nëse bësh djali mirë, ndoshta ta huazoj njerë. Okej. Albatros, falenderojmë që ke qenë pjesë e kastit dhe që do të kemi këtë eksperiencë të bukur bashkë. Falenderit e për cilë me duar trokitje, Albatros Rexha dhe Isida. Në ndërkohë kjo duar trokitje duhet vazhdoj, sepse një falenderim i madh shkon të gjithë balerinëve që në këtë edicion në fakt do të realizojnë, do të ideojnë, do të krijojnë vetë
të gjitha koreografit, një super duartrokitje dhe falenderim për castin ton, për trupën e mrekullueshme të balerinëve profesionist. Jemi këtu me krijuesin e zonjës Z. Ingjan Zonjës I. Zëja shqipi alfabetit. Që ditën e parë zonja I u bëret zonja I direkt. Thashë që është e egër kjo. Po nuk e shfrytëzove mirë zogun sot, mësuam. Jo, kishin dëgjuar që në prova kishe ca probleme me zogun. Nuk e di si mund kesh probleme me gjithë të zog. Po, kjo është dëshmitar që i kam rënë në gjunjë dhe jam penduar. Okej, eksakt. Dhe biles ke shkruar diçka për të. Pas gjitha saj që ka bëj Sida për mua, realisht do të thotë unë tash nuk jam as skulptor, as kreator, nuk shkruaj këngë, spako që ka mundur të bëjë, t'ja shkruaj një poezi. Oke, dhe në fakt e ke postuar diçka t'il dhe gjithë poezia shkon për këtë zog. Atëre do t'a lexojmë, si pari do të ngrihet dhe ti me hirsin e sharmit tënd, që natyrshëm përthith dritën, të gjithën do t'a përqosh drejt meje. Për krah teje, si askur më parë, do të shkëlqej edhe unë. Sa që edhe ata që nuk na duan, s'do të mund t'i ngjitin syt nga ne. Shqitin, ledzo mirë. Mirë, ngjitin duhet. Shqitin, mos ma prish. Do të ngjitem në qellin ku kërcejnë yjet. Por sado lart që të mund të shkoj, syt e mi do të gjëmojnë vetëm ty. Yllin tim polar që nuk më lë. Yllin tim polar që nuk më lë të humbas rrugën në shkretë të tjerë. Tani puthe. Puthe. Apo s'ka? Puthe në dorë. Ne. Ti nuk ti ke të trajtosh në zonë. Të lutem. Arsyeja pse e kam përdor ylli polar është për arsye se kur njeriu humb rrugën shkretëtieri drejtohet një ylli, edhe unë në sken tërkohën e kërkoja Isidën. Se me thënë drejt s'kam pa asgjë. Shiko nga yll polar mos bëhet ari polar, kujdes. Okej. Marrim vlerësimin e juris? Edhe për poezinë, I lutemi juris të jap vlerësimin. Ema Andrea 4 me hatër. Alfred Kacinari 6 pik. Ilir Shaqiri 4 pik. 14 pik nga 30 mundshme. Po e tash pej 14 deri në 30 duhet nisëm diku. Avash. Turojmë shumë suksese, vetëm rritje. Suksese, preson që bëjmë më mirë. Mirë, do të ecim me konkurrentin e radhës. Nuk e di nëse mund të ma thot njëri nga salla, sa këngë i numërojnë Rovena Dilos? 100? 200? Okej. Mbase numrin e sakt nuk di të ma thot njëri në këto momente, por ama ajo që dim të gjithë janë tekstet e këngëve, melodia dhe hitet që të gjithë kemi memorizuar nga Rovena Dilo. Ajo është një artiste e këngëve të pavdekshme, është një artiste në fakt që ka marrë vlerësime dhe çmime të para në festivale të rëndësishme. Ka ditur gjithmonë t'i fshihet publikut në periudha të caktuara e më pas të dalë, të triumfoj dhe ta surprizoj atë. Siç është edhe surpriza e radhës, pjesëmarrja në Dancing with the Stars Albania, me të cilën Rovena Dilo realizon një nga ëndrat e hershme të jetës së saj, ato të kërcimit. Sonte do ta shohim pasionante, të fortë, sepse do të vim me një paso doble. Rovena Dilo dhe partneri saj Eltioni do t'jenë me njerë në skenën e vallëzimit pas klipit të tyre të prezantimit. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Rovena Dilo. Këtë vit jam pjesëmarrëse në Dancing with the Stars 6. Kam marrë me shumë dëshirë, me shumë kënaqësi. Kërcimi është disiplinë shumë e rreptë dhe unë ndoshta për natyrën time nuk do ta kisha përballuar. Gjithmonë thellë brenda me kam pasur një ndjenjë xhelozie apo një dëshirë të fshehtë që pse të mos isha bërë dhe unë një balerinë klasike. Njeriu kur kërcen do të fluturoj pak. Pra do të kaloj në një tjetër gjendje, në një ekstaz. Dhe unë mendoj që dancimi në fund fare është fluturim. Ky vit për mua është viti i tretë në Dancing with the Stars. Edhe gjithmonë çdo vit ka pas surpriza dhe surpriza e këtij vitit është Rovena Dilo, të cilën po e rraf në provë se e meriton. Lutem, a mund mos na filmoj sot kanë training plays dizi, se kemi qësë në bërgjim nuk shqita e kemi... Na leni rahat sot, na leni ditë pushime dhe, një ditë pushim. Një ditë off. 1, 2,
3, 4, 7, 8, pam. Në rregull. Rovena dhe Eltion në një paso doble. Rovena Dilo dhe Eltion me paso doble përfundon. Disiplinë e fuqishme dhe sfidë madhe për prezantimin e parë. Fredi, e kemi parë të fitoj, të ngrej kupa, të triumfoj, sot e shohim në kërcim. Tani, Rovena është tip sfidus, edhe këtë e tregon edhe me pjesëmarrjen këtu dhe me ato çka mori përsipër të bëj sot. Për mendimin tim, kërcimi ishte kërcim shumë i mirë i natës sotme. Sigurisht, Rovena duhet ta kesh qartë që për të arritur në ato që thej që kërcimi është ekstaz, është gjendje, duhet të arrish që kur kërcen kërcimtari nuk duhet mendoj, po duhet të ndjej. Mendoj që për të arritur tek e përsosura ka akoma për të bërë. Megjithatë, kërcimi është një ndër më të mirat. Komplimenta. Faleminderit Fredi. Ema? Çfarë po mendoj? Jo, e di, po doja të dëgjoja Fredin, sepse me zi jo, nuk isha asgjë të menduar. Po unë e njoh Roven që kur diskutonin për librat, edhe ishte periudha kur Rovena, siç unë e kam njohur, vazhdon ende sot të jetë artistja, këngëtarja që sfidon në të kënduarin live, dhe në festivale, edhe në skenat të mëdha dhe të rëndësishme. Dhe natyrisht nuk mundet të habitem kur ajo do sfidojë ende vetveten. Për mua, unë e me surprizuar, pasi të guxosh që natën e parë të kërcimit, pra sidomos të një gjinie të cilën nuk është se ne hasim, pra nuk është kërcimi i lirë, është një disiplinë e cila kërkon disa rregulla, që natyrisht do të ketë mangësira. Të guxosh të bësh edhe të ngresh të shkallën e vështirësisë, kjo nuk është e lehtë. Dhe për mua ti sot ke sfiduar si për herë të parë si rrallë të tjerë natën e parë, ke patur shkallë vështirësie ndoshta që mos jem absolute nga më të vështirat sot, që kanë rrezikuar. Pra ti sot ke rrezikuar. Kështu që unë përgëzoj për këtë gjë. Sepse nuk do të mund ta ulësh më shkallën, ë? Pastaj ke problemin e të vazhduar. Natyrisht që ka vretje, natyrisht që ka punë. Kam përshtypjen që disiplinat e tjera nuk janë kaq dramatike sa ç'është paso doble. Disiplinat e tjera të kërcimit janë marrëgëtuese, ndonjëherë më elegante, por paso doble ka një mori elementësh brenda që e bëjnë shumë të vështirë. Edhe e ndërmora këtë hap së bashku me profesorin tim, se ky është profesori im për këto 3 muaj, sepse ai mendon që unë duhet guxoja dhe duhet shkoja në këtë stekën që këtë tutje të bëj gjëra më të fuqishme, akoma dhe më energjike. Kështu që por do të jenë vështira dhe të tjerat. Ta thotë Ilir. Po Ilir, shumë qartë foli Ema, jam shumë dakord, një paso doble me mjaft guxim, sepse kishte disa figura siç është edhe finalja që ishte një gjysëm tur, një gjysëm rrotullim i përfunduar në tokë, mjaft me efekt, kështu që i dha një
një diçka shtesë, akoma më shumë performansit. Nga ana muzikale nuk kam vrejtje me fjalë sepse ndoj që partnerin mjaft mirë, duket që ke një ego profesionale mjaft të zhvilluar dhe kjo të jep një nxitim për të realizuar sa më shpejt atë që ti don të prezantosh në shfaqje. Disa këshilla shumë të shkurtra dhe të vogla, kujdes supet se janë vazhdimisht shumë të larta, simpadjeshka ashtu dhe kur kërcen vetëm, le vazhdimisht më mirë kokën kur janë gjithë rrotullimet dhe mundohu ta ndihmosh partnerin, siç i thash dhe çifti tjetër, pak më shumë. Për arsye se është një punë e dy fish që partneri bën kur ka një dam që nuk i shkon ashtu siç duhet i shkoj, ashtu siç duhet i hypin padjeshk ose ta ndihmoj. Më pak e varur tek ai, më shumë siguri tek vetvetja kur janë gjithë padjeshkat ose gjithë të kërcimet me partnerin. Po të përgëzoj për këtë fillim mjaft të guximshëm. Faleminderit. Të përgëzojmë të gjithë Rovena, ke qenë sfiduese që mbrëmjen e parë, presim gjithmonë më shumë tani, nuk e di çfarë do bësh, po vetë zgjodhe kështu. Falenderojmë Rovena Dilën dhe Eltionin, i përcjellim në Gold Room me duar trokitjet e forta të publikut. Një artiste e madhe që vërtet kënaqësi ta kemi pjesë në castin tonë në këtë edicion të 6 të Dancing with the Stars. Atje do të shohim si do të jenë pikët tani, si do të përkthehen në vlerësimet e jurisë. Ja ku vjen dhe Rovena, hajde. Mirë se erdhe. Hajde. Një duar trokitje për Rovenën. Mirë se erdhët. Në një intervistë fundit ke thënë që ti ke lindur kërcimtare, këngëtare. Dhe ja ku vjen pika ku ti i rikthehesh kërcimit. Okej, kjo është një sfidë shumë e bukur. Është shumë eksituse e gjitha kjo kërcimi fantastike dhe dancimi dhe gjithë salla, juria, gjithashtu sepse do me thënë të vlerësoj një juri e përbër nga 3 persona shumë mirë njohur, njëri nga cilët profesionist, është dhe kjo një kënaqësi e madhe dhe një kënaqësi më vete. Unë jam shumë e lumtur që kam një pedagog timin, Eltionin, i cili më nxit shumë, i cili më të çon në ekstreme. Më pëlqen, le mos i realizoj që në fillim aq mirë, po kam përshtypjen që nga java në javë do jemi më të vetëdijshëm edhe më sakt. Çfarë notë jep sot Rovenës? 7. Më fal, ti ke thënë që e ke rrahur? Jo, kush e re Rovena? Jo, kush e re? Okej, mendon se kërcimi është fluturim, sa ke fluturuar sonte? Jo, aq sa duhet. Sepse improvizimi është gjithmonë më i lehtë për njerëzit që nuk janë balerinë. Pra, improvizimi është ne na bën të ndjehemi kërcimtar. Kurse kur futemi në baletin e disiplinuar, që është mjeshtri këtu, atëherë ne atje kuptojmë dobësitë tona edhe paaftësinë tonë për të fluturuar aty ku ne duam. Okej, marrim pikët e jurisë. I lutem jurisë të jap vlerësimin. Ema Andrea. Alfred Kacinari. 9 pikë. Ilir Shaqiri. 6 pikë. 22 pikë. Faleminderit. Okej. Suksese, ju falenderojmë. Suksese ndërkohë që do vi konkurenti tjetër është Pekorçe, është një këngëtar. Ajo mirë se erdhe bre. Mirë se erdhe be. Mirë se u gjeta, më dukeni të dy si Men in Black. Men in Black? E ti dukesh si Bob Marley. Na kap një diçka në reggae. I wanna love you. Will and treat you right. Shiko, I wanna love you ke 24 pikë tani për të kaluar. Faleminderit. Jo, ke për t'i kaluar. Okej. Çfarë do kërcesh sot? Një jive. Një jive. E ndjekim klipi pastaj gjojmë. Ndjekim jive, no, se çfarë thonë gjojmë, jemi mësuar nga këngët. Ik ti bëu gati se do ndjekim klipin. I wanna love you, wouldn't treat you right. Hey, përshëndetje, unë jam Donald Najtellari, siç më njihni Young Zerka, merrem me muzikën reggae. Fëmijëria ime ka qenë, jam marrë me futbollin. Kush nuk bëhet futbollist, do bëhet këngëtar ose muzikant. Nga nata e parë, pres që Adela të më ketë mësuar apat ashtu siç duhet. Hola muchachos, ky është vitimi i dytë në Dancing with the Stars.
zihemi, grindemi gjithmonë, theremi, do e bëj barbecue. Barbecue! Po që unë I thash ati që ato që zihen shumë edhe duan shumë. Kështu që... Me duan të shumë. Tjetrën. Hajde. 7, 8, më shiko këmbët, 1, 2. Ha, po pëllore po kërcem me. Hajde. Me apat është katastrofë. Po, unë shpresoj shumë që dytë spektakle ta ndrisi. Sepse në qofë se jo, të dy do zjemi live atë spektakle. Young Zerka dhe Adela në një Jive. New Cupid 6'9", the douche drink wine, the monkey threw the bag on the street car line, the line broke, the monkey got choked, they all went to heaven in a little rowboat. Ladies and gentlemen, about to make you feel alright. I've got the beat to move your feet, plus I know just what you like. You're hotter than a pepper, 1, 2 step up, baby, that is a shame. You gotta keep it moving, gotta keep it grooving, cause baby you're off the chain. Now let me see you like a hanky-panky or a turn around. Girl, come through, let me lay you down. There's a couple of games I like to play. By the time I'm through, this is what you say. 3, 6, 9, the douche drank wine, the monkey threw the bag on the street car line. The line broke, the monkey got choked, they all went to heaven in a little rowboat. 3, 6, 9, the douche drank wine, the monkey threw the bag on the street car line. The line broke, the monkey got choked, they all went to heaven in a little rowboat. 3, 6, 9, the douche drank wine, the monkey threw the bag on the street car line. The line broke, the monkey got choked, they all went to heaven in a little rowboat. Young Zerka dhe Adela. Qik me vones fundi, e? Apo? Ashtu ishte? Ishte telefoni. Ahaj. Ilir? Po, Fredi, okej. Nga trut juve, apo si ishte puna, apo shu e keni? Jo, thjesht. Jo, ishte fabula. Ishte fabula. Që më në fund pranoj të bënde një selfie me mua. Jo, se marroj muzika ndërkohë ju. Pak më përpara, Fredi, pak më përpara. Pak më përpara. Kur është momenti që kërcem vetëm. Jo, është një freestyle Freestyle, improvizim atëherë. Okej, e kuptum drejt. Ishte, nuk po e kuptoshim, prandaj po mbi ishte pyetje sqaruese. Sqaruese, tani fillojmë me komentet. Filloj unë, Zerka është natyrë dinamike që krijon atmosferë. Sigurisht pa disa momente pa qartësie, pa saktësi aty në atë pjesën e pothuajse të mesit të kërcimit. Po me atmosferë, këtu ndodhesh në atë në gjinin tënde të preferuar, domethënë. Nuk duket se ka lëvizur shumë nga gjinia, ka mbetur aty tek profili vet. Ema? Çifti i fundit, po? Po, çifti i fundit. Si që ka nisur Dancing with the Stars i vjetë që natën e parë, unë se di ku të shkojnë. Se janë kaq sigurt në vetë të gjithë, se që... Dhe kjo ishte gjëra që vura re edhe në këtë interpretim. Dëshirë për të interpretuar dhe jo vetëm me trupin, për të shfrytzuar hapësirën, për të lidhur me partnerët, dhe natyrisht për mua dhe në këtë rast edhe hapat ishin korrekt. Mbyllje shumë e bukur, si nga ana energjike, që të mos përsëris fjalët e profesorit, ashtu dhe nga ana interpretative. Mendoj, kene interpretuar kaq bukur momentin që ti duhet shkëputesh nga partnerja, se që ne tham se ti harrove. Dhe u shkëpute e vërtet. Ju komplimentoj. Po e keni rritur stekën. Steka është lartë. Steka është lartë. Steka, jemi lartë me stekën, nuk e di se ç'do bëni në mbrëmje të ndërhim. Adela, lartë e më Kjo do të lartë. thonë sa më shumë punë. Të premtoj. Adela dhe gjithë balerinët e tjerë të vështirë keni, kështu që keni nisur. Okej, Ilir. Atëherë, nga ana kërcimit mua më pëlqeu shumë. Jeni një çift që shkoni shumë dakord njëri me tjetrin, pavarësisht nga grindjet që mund të keni në sallë provash, ju në studio krijoni një atmosferë unike, nga ana interpretimit, nga ana stilit.
me që pas ka qenë freestyle e vlerësoj, sepse që një improvizim i denjë dhe që e përkrau koreografin mjaft bukur. Si partner, gjithashtu, e ndihmova Adelën mjaft bukur, mjaft mirë, i sigurt nga ana aktoriale, i sigurt nga ana muzikale, ka pe gjithë akcentet, batutat, bater e levare shumë bukur. Pak më i shkathet dhe më i theksuar duhet jetë hapi Gjajvit i këmbëve, sepse janë pak të varura, rife i në qik radhës tjetën sallë provash, që tjetë më i përpikt, po komplimente nga më të mirat për arsye se ky dancing puntata e parë si u hap me Florianin në një mënyrë mjaft të bukur, po mbyllet me Zerkën në një mënyrë mjaft të bukur. Faleminderit shumë. Komplimente edhe për ju. Dukeni shumë bukur aty ku jeni. Tasha, po e ban një selfie me ne? Më fal? Apo e ban një selfie me ne? Po, pse jo? Pa tjetër. Direkt. E ke të ndezur apo e ke kështu të fikur, switch, telefonin? Kur të kryet. Zerka. Hapur, okej. Po. Jemi gati, e? E ktheva. Po. Që në të i dhe. Faleminderit shumë. E pash dhe atë. Po dhe Selsby e natës. Faleminderit Young Zerka dhe Adela. Faleminderit juve që keni qenë pjesë e këtij kasti në këtë edicion të 6. Kemi përmbyllur kështu të 12 çiftet, pikët do t'i marrim atje lart. Një vlerësim i përgjithshëm me Young Zerkën kemi përmbyllur 12 çiftet. A e kapim dhe bashkë të vlerësimin si ishte ky? Si ishte? Okej, se po e ka pogoni sholere. Shko, doja ta beja dhe unë një selfie, po na e mori den Juria. Megjithse e kam gati ta shkrep direkt, urdhro. Okej, fika, pa dëshe. Okej, s'ka problem. Mirë. Disa gabime të vogla, shumë të simulate. Po ti mos i thuaj. Jo, ishin. Po si javë parë? Ka punuar, shumë ka punuar. E falenderoj dhe Adelën. Sa ditë prova? Respekt. Kemi bërë vetëm 10 ditë prova. 10 ditë prova dhe 12 ditë me bo flokët këshu. Po, edhe së fundi ka dalë me sukses. Okej, pak në komentet ishin shumë pozitive, kështu që mendojmë edhe vlerësimi ka për qeni til. Shpresoj, falenderoj. Le të shikojmë ama se çfarë do thot Juria. I lutemi Juris të jap vlerësimin. Ema Andrea. Nuk e ngres. 7. Alfred Kacinari. 8 pik. Ilir Shaqin. 9 pik. Respekt. Jeni të vetmi që keni marrë 9 pik nga Iliri. Kjo është e paparashikueshme në fakt, që t'japi maksimumin e pikëve Iliri. 24 pik jeni barazim e pik në fakt. Shpresoj me rës tjetër 10 pik. Iliri, respekt. 24 pik. Hajde urime pra. Okej, ndërkohë është momenti që të kalojmë në blokun e fundit të publicitetit për sonde. Do duhet të ikin Një sekund, se... Po kërkojnë Ilirin? Po kërkojnë Ilirin. Se në fakt në çunat ishin të shkathët çfarë na e ndërpren bisedën, po pyesja ndërkohë Jurin, si me që u përmbyllën të 12 çiftet në garën e sotme, një impresion i përgjithshëm për garën, për kërcimet, për koreografin, për përfaqësimin e parë të tyre. Rëndësi ka që pati spektakël. Nga gërma A te gërma Z. Kështu që besoj kjo është... Nuk ishte zhëja. Diki ku është zhëja? Po mirë, deri te zhëja kemi kohë. Pati atmosferë, pati dinamik, energji, kualitet në radhë parë. Serioziteti i vipave është për të nëntheksuar dhe unë vazhdoj me gjithmonë që ta vazhdojnë me këtë pasion që e kanë marrë baletin ata. Po e vazhduan kështu... Jemi në rrugë të mirë. Do jemi në rrugë të mirë. Okej, jemi në rrugë të mirë. Çuna? Ti shtamë edhe më parë është momentit kalojmë në pak publicitet. Falenderimet shkojnë për gjithë ata që mbështesin këtë garë. Garën e vërtet të kërcimit të yjeve. Rikthehemi pas pak.